Mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit, zani Shqip i Kuranit në rubrikën Shkurte Shqip me Kuran. Rini deri në fund me zanin e Tim Shkupit dhe mos harroni të abononi në kanalin e tij duke klikuar butonin subscribe dhe këmbanën për videot më të reja. Në fillim kam një njoftim të rëndësishëm të shërbimit publik që unë duhet bërë. Unë nuk jam këshilltari juaj, nuk jam as doktor dhe popi juaj, as nuk kam kërkuar të kem fond për interesimit tuaj. Gjithçka në këtë video dokumentar është vetëm për qëllime informative, edukative, argëtuese, për të ardhur deri te e vërteta. Gjithçka që paraqes në dokumentaret e mia, në fund dhe referencë e kam Kur'anin asgjë tjetër. Me këtë hyrje dhe shërim të jashtëzakonshëm dua të them mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit. Unë jam Musa Lamallari dhe ju përshëndes të gjithë juve që ndjekni kanalin tim dhe përhapni informacionet që për herë të parë i paraqiten publikut shqiptar. Por një gjë mos e harroni. Abonimi juaj në kanalin tim, pëlqimi ose jo i këtij dokumentari, komenti juaj nuk ju kushton juve asgjë, por rrit algoritmin që ky kanal të arrijë vetë ju të shqiptarët që kanë interesim në lidhje me këto tema. Tani vazhdojmë. Nderuar miq, motra e vëllezër shqiptarë, mos harroni një gjë, ta ruajmë natyrshmërinë që na i ka dhënë lumi Zot dhe përshëndetje Montgomery, që thë Amerika Zotin e dhashtë furnizime kudo që janë shqiptarë dhe që marrin frimë si shqiptarë. Këtë paraqitje do të filloj me 3 komente që një student me kishte dërguar në inbox kutin time të Facebookut në lidhje me Ishakun dhe Jakubin. Në fakt, këto komente kanë ardhur pas këtij postimi në faqen time në Facebook. Aty kam shkruar, ku që na kam voqë, që kemi hangur foret dhe na kanë mashtruar. Të gjithë kemi menduar se Jakubi është djali i Ishakut, ashtu si që i kanë devijuar kuptimet grupi i rabinëve të bijve të Izraelit. Pas tyre i kanë hangur foret prifërinjet dhe pas tyre hoxha Allahërët që na çojnë tropin se din diçka nga Kurani. Në Kur'an informacioni është se Jakubi është djali i Ibrahimit, është vëlla me Ishakun dhe Ismailin. 4 herë në 4 ajete. E kemi informacione se Zoti i dha, i fali atij Ibrahimit, si themi ne, 2 djem, Ishakun dhe Jakubin. Dërsa 2 miliard që ma çojnë mu tropin njerëzit, tash të quajtur musliman mendojnë se Jakubi është djali i Ishakut. Tani vazhdojmë dhe t'i lexojmë komentet e shkruara që mi kanë dërguar në inbox. I pari ka shkruar si me krenari: ti ke mendu e jo na, ne i dham ati Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubin. Elenam 84. Tjetri ka shkruar: surja tjetër është Hud, ajeti 71. Shumë qartë që Ishaku dhe Jakubi kanë qenë bijtë e Ibrahimit. Dhe komenti i fundit: jo, e kem ditur se kanë qenë vëllezër. Ta dini, unë ndjehem super mirë me këto 3 komente, pavarësisht se kush si ka menduar kur i ka shkruar. Në fakt pajtohem plotësisht me të 3 komentet aty, pasi që Ishaku dhe Jakubi janë vëllezër dhe janë bijtë e Hazreti Ibrahimit. Por mos ndjehem krenar, ko besimtar shqiptar që nuk bie në kurrë, të Allahve, që si shejtan në formë të njeriut janë shëndruar në zëdhënës të iblisit. E bëjmë këtë me paramendim apo jo, unë nuk e di. E bëjmë këtë pse janë të mashtruar me librat fesë të tyre të Bagdadit, unë gjithashtu nuk e di. E bëjmë të duken të afërt me kupilat e sultanit,
që janë anti-shqiptar dhe çdo ditë na luftojnë historinë, traditën dhe kulturën shqiptare. Unë nuk e di, por nga jo që kam informacione, unë dua t'ju informoj se shumica e hoxhallarëve, sidomos e vip-mullahëve, për të pasur ndjekës, numër më shumë kanë rënë në kurthën e shejtanëve të kopilave të sultanit, që me gjene as me dukje nuk janë shqiptar, që nuk din as shqip me lexu, lere me kuptu se librat e shenjtë qoftë Kurani, apo edhe Biblia nuk janë shkruar me germa, siç i lexon ndonjë kopil sultani me paraqitjet Bangladeshit në ndonjë bunker të Gjermanisë. Ne i themi atij dhe të tjerëve si atij, mund të lomotisni, por me prek në shqiptari, me gënjeshtra, kur nuk di me i daluar fjalët e Shqipës, është punë shumë e keqe. Lere me edit një kopil i sultanit, germat dhe kaligrafinë e Kuranit famlar, ku edhe himnin u ka shkruar Mehmet Akif Ersi. Pra, si shpesheni, informacionet e vërteta të Kuranit duhet t'i bashkojmë besimtarët, siç më kanë bë këto 3 komente, unë të ndjehem super mirë, dhe shumë krenar në lidhje me informacionin se Isaku dhe Jakubi kanë qenë vëllezër. Tani kam një pyetje për gjithë ata që e duan të vërtetën. Të mësojnë informacionin e Kuranit, sidomos ata që thirrën në Kuran. E keni ditur, edhe ju sikur se kanë ditur këto 3 komentues se Isaku dhe Jakubi janë vëllezër? Nëse edhe ju shumica e keni ditur, atëherë, kur keni me reflektuar, kur keni me fillu me reflektuar dhe me u penduar, dhe t'i çlironi vimullahët nga prongat e paganizmit, nga mashtrimet e shejtanit, apo të them pak, më but të largohen nga dezinformantat e israelateve që ja hudhin ajeteve informacioneve të Kuranit. Hajde më thuani çka të bëjmë me idhullin e rrenjshëm, prodhimin mediatik të ekranit të Dexhallit, që ju e njehni si hoxh. Baba im ka qenë profeti Jakubi a.s. Gjyshi im ka qenë profeti Ishaku a.s. Stërgjyshi akoma dhe me i madh Ibrahimi Khalilullah. E dëgjua çfarë thot? Dhe ky dhe të tjerët që janë të dehur paraki, se njeri nuk dehet vetëm me raki, dehet edhe paraki. Ende vazhdojnë të besojnë, apo të hopin kuptimin e israelatëve bi informacionet e sakta të Kuranit. Unë haptazi po ju them këtyre 3 komentuesve se jam super mirë dhe krenar, që unë e mësova nga ju informacionin e saktë të Kuranit, se Isaku dhe Jakubi janë vëllezër dhe bijtë e Ibrahimit, e jo si thot hoxh Elvis Naçi. Baba im ka qenë profeti Jakubi a.s. Gjyshi im ka qenë profeti Ishaku a.s. Stërgjyshi akoma dhe me i madh Ibrahimi Khalilullah. A do të dalë edhe këtë pendohet si që jam penduar unë? Ty kërkoj falje shqiptarëve si ka mashtruar, sepse ndoshta vetë ka qenë i mashtruar si që kam qenë i mashtruar diku. To pyetje drejtoni në adres të hoxhallarët që ju mashtrojnë dhe vazhdojnë ende të ju mashtrojnë dhe të ashesin nga njështën si të vërtet. Jo unë, kur ata ju kanë mashtruar në çështjet shumë të qarta, sakta dhe të kulluara në Kuran, para mendoni mashtrime tjera. Por, nuk është vetëm Elvis Naçi, vazhdojnë. Profeti Jakub a.s. biri i Ishakut të nderuar. Pra, edhe ky zonjë i rrenjshëm po thot njëtë, si thot Elvis Naçi, dhe kështu mendojnë të gjithë, duke blasfemuar informacionin e saktë në Kuran, apo jo? Vazhdojmë me një insert tjetër. Jakubi është bir i Ishakut, e nipi Ibrahimit a.s. Siç peshini, në këtë video ligjërat shkruan titulli Sira Islame, histori islame, blasfemi, besoni që është blasfemi, mashtrim, rën, libër Bagdati dhe 70 herë them për ta, estagfirullah. Vazhdojmë një insert tjetër, ta shihni se si janë dukur këta qyla kur kanë gënyer
kanë bërë iftira në emër të Allahut, e jo unë, le të shohim insertin. Këtu qëndron mrekullia, që Allahu para se me ndodhë ndodhit, i paraprin me dijen e vetë universale. Pra, këtë qëndron gënjestra, iftiraja në emër të Allahut, bi informacionin e sot Kuranit famlar. Dhe fëmiu ju i tha do ta ketë emrin Ishak, e pas Ishakut tha ka me pas një djalë tjetër që ka me qenë pejgamber dhe e ka emrin Jakub. Ky ka perde para dhe pas, nuk sheh, as me sytë kokës, as me sytë të zemrës. Këtia ka zbukuruar shejtonit të gjitha, prandaj është një nga më të zëshmit, në realitet ka qenë një nga më të zëshmit që kanë zjerë vrerë mbi çdo gjë që është histori dhe kulturë shqiptare. Ja, dëgjoni se çka thon. Emrin do ta ketë Ishak, ai do të ketë pasë një djalë tjetër, emri i cilit do të jetë inshallah Jakub. Pra, po thot, ai Ishaku do ta ketë një djalë tjetër. Ai do të ketë pasë një djalë tjetër, emri i cilit do të jetë inshallah Jakub. Kjo inshallah ju ka mashtruar se ky u kallzon se çfarë thot Kurani, por në fakt ky po ju thot gënjestra të Israelateve e jo Kurani. Të nderuar shqiptar, motra e vëllezër, unë kam qeft ta reflektojnë, pendohen dhe ta pranojnë të vërtetën e Kuranit, të dalin dhe të thonë se kanë gabuar, se kanë pas perde, po këto kanë vështirë të bëjnë këtë punë, sepse nuk kanë gëzim, ik fama, ik kullaci. Prandaj i quaj qyla, se janë laskus dhe jetojnë në korres të shoqërisë. Unë ja di Zotit qyqyrin, që nuk më ka lanë me gabuar si këta, me blasfemuar Kuranin, kam bërë një hapora, një qimbrapa, por shpesh baj pyetje, mos val ka qenë natyrshmëria ime shqiptare, sepse kjo natyrshmëri është ajo që Allahu i merr besimtarët, shërbëtorët e tij në strehim që të mos gabojnë. Shumica nuk e dini, por ka shumë që e di. Unë jam sprova e këtyre me i qunë gjehnem. Mos me mund me thonë se e kemi po për padijes. Tani e din dhe duhet të rrinë orë si pagan, e mos në qojnë trapin me në sulmuar me paganizmin e Bagdadit, historinë, kulturën dhe traditat shqiptare. Para se ta përmbylli këtë paraqitje, unë një natë e muri em në Facebook u asolla 4 ajete ku kemi informacionin e saktë në lidhje me Ishakun dhe Jakubin. Le ta ndjek. Në lidhje me Ishakun dhe Jakubin, se ne kete kemi ditë që Jakubi është djali i Ishakut, ashtu na ka mësu. Në 4 ajete në Kur'an, fraza është ve vehebna lehu Ishaka ve Jakub. E keni në ajetin 84 në surën An'am. Dhe e keni në ajetin 49 në surën Maryam. Dhe e keni gjithashtu në surën Al-Anbiya ajetin me numra 27, dhe më thonë 72, dhe në Ankebut 27. Dhe më thonë pashyr informacionin e sakt në Kur'an se Ishaku dhe Jakubi babe kanë pas Ibrahimin. Gjithashtu në Kur'an është edhe për Ismailin, po sonte po flasmi vetëm për Ishakun dhe Jakubin. Kurse Jusufi ka qenë i biri Jakubit. I biri Jakubit. Dhe Jusufi nuk ka pa ondër, kur t'ju kallëzoj që nuk ka pa ondër, me germa, me idioma, ka me qenë të merë për këto që janë dollë
më na kallëzu se çka është feja islame, kur s'ka feja islame. Astagfirullah. Ka islam, në nështrojmë për Zotin, në nështrojmë për Zotin që më da mësu Kur'anin. Ar-Rahman, i gjithë më shishme të mëson Kur'anin, dhe jo të qilë popat. Pra, va të regova jetet, është ve vehebna lehu. Kjo vehebe, inneka antal wahhab, se Zoti është talentuesi absolut, se dhe talenti është dhunti prej Zotit dhe përdor me dhe në një shprejhe, i dha, Zoti ja fali një djallë, ja fali bineq. Dhe më thonë, edhe Ishaku, edhe Jakubi kanë qenë bite Ibrahimit, e jo është të që ju kanë mësu, ku me ditë së e rasa e qërsijes dhe për gjamia, për e shotu vajtu tani, Urnoni dhe hinit e ajetit që i përmenda, dhe më thonë në surën Enam, Merjem, Enbija, dhe Ankebut, ju përshëndes, nga Shkupi, ju du shumë shqiptar, ku do që jeni, dhe ju gëzoft juve trive Zoti me ndë një djallë të talentuar, ashtu si që ka fal i lumi Zot Gjesh Kastriot Skenderbeun. Pra, unë ju kam thonë se nuk komentoj, interpretoj Kur'anin. Dere të flas me mendje në hava, si që ju kanë folur këta, që i padë dhe të tjerët që ju e dini tani vetë se si ju mashtrojnë. Pra, ikni distancohoni nga hoxalarët se keni me shku poshtë. Poshtë keni me shku. Dhe në fund do të asil e jetin 71 të surës Hud, ati kush do të gjosht e qartë, e kulluar dhe e pastërt, si loti i syrit, dhe mra'atuhu qaime, fa dhahikat, fa bashsharnaha, bi Ishaka, wa min verai Ishaka Jakub. Dhe gruja e ti, pra gruja Ibrahimit, qaime të qëndronte, fa dhahikat, qeshi, buz qeshi, fa bashsharnaha, dhe engjët e përgëzuan atë, bi Ishak, me Ishakun, wa min verai Ishak, dhe pas Ishakun, Jakubin. Pra, Ishaku dhe Jakubi kanë qenë prej një nëne, dhe kanë qenë vëllezër dhe bite e Ibrahimit. Kështu është informacioni në Koran. E ju ashtu si që ne kanë paraqitur qilë popat e fesë Bagdadit. Zonë po lam. Tunë gjatë tjeta shqiptar pache, ku do që i heni në tokën e shprirë, si djepi dhe Zotit në hadhasht, furnizimet mira, Montgomery, përshëndetje, ty atje, Zotit bekofti dhe familjen tonë, dhe të gjithë shqiptarët, që janë frekuencat 74-40. Dhe, mos harroni.